Kur Donald Trump humbi nga Joe Biden në vitin 2020, dukej se ishte ringjallja e karrierës së tij politike. Mandati i tij i parë në detyrë përfundoi në kaos dhe dënime, madje edhe nga anëtarët e partisë së tij. Nëse ai fiton zgjedhjet të martën, do të jetë vetëm hera e dytë që dikush do të kthehet në shtëpinë e bardhë, pasi ka humbur më parë një ofertë për rizgjedhje presidenciale. Një ndryshim i tillë i jashtëzakonshëm i fatit për ish-presidentin, gjithashtu do ta kthente atë në shtëpinë e bardhë, si një njeri që duket politikisht i papërshkrueshëm nga plumbat, me një plan të detajuar veprimi te radhët e besnikëve pas tij. Në ditën e inaugurimit të Biden, Trump theu traditën 152 vjeçare, duke refuzuar të marrë pjesë në ceremoni. Në vend të kësaj, u kthye në klubin e tij privat në Mar-a-Lago më herët atë mëngjes, i shoqëruar nga një pjesë e vogël e ndihmësave të tij më të afërt dhe familjes. Mbulimi mediatik dhe bisedat politike atë muaj pasqyruan këtë pasiguri për të ardhmen e tij. Pas një humbje të qartë elektorale të ndjekur nga skenat kaotike në Kapitol, disa ishin edhe më përfundimtare, duke sugjeruar se nuk kishte rrugëthimi për Trumpin. Kongresmeni i Kalifornisë Kevin McCarthy, lideri republikan në dhomën e përfaqësuesve, i bëri ish-presidentit një vizitë në Mar-a-Lago, duke pozuar për një foto pranë një Trumpi që rrezatonte. Menjëherë pas sulmit të 6 janarit, McCarthy kishte thënë se Trump mbart përgjegjësinë për dhunën e turmës dhe rekomandoi që Kongresi ta dënonte zyrtarisht atë përsjelljen. Tani ai po zotohej të punonte me ish-presidentin për të fituar një shumicë në Kongres në zgjedhjet afatmesme të vitit të ardhshëm. Edhe pse Senati i SBA-s i kontrolluar nga demokratët po përgatitej të zhvillonte gjyqjen e shkarkimit të Trump, pelegrinazhi i McCarthy në Palm Beach ilustroi se një nga republikanët më të fuqishëm në Kongres ende e shikonte ish-presidentin si një krijues mbreti. McConnell kishte thënë se sjellja e Trumpit më 6 janar ishte një shpërfillje e turpshme e detyrës, por ai zgjodhi të mos bënte hapin e vetëm që mund të jepte fund përfundimisht karrierës politike të ish-presidentit, ndoshta nga frika se do të jepte fund efektivisht karrierës së tij. Republikanët gjithashtu shqetësoheshin se ish-presidenti mund të krijonte një parti të tretë që do të hiqte mbështetjen e republikanëve, shqetësime që ndihmësit më të afërt të Trumpit bën pak për ta larguar. Ish-presidenti e kaloi muajin e ardhshëm kryesisht brenda kufive të rehatshëm të klubit të tij në Mar-a-Lago, duke dalë vetëm për një raund golfi ose një darkë private. Nga fundi i shkurtit, ndërsa buja rreth 6 janarit u zbe, ai ishte gati të mbante eventin e tij të parë publik, duke u drejtuar mira mbështetësve brohoritës në një qendër konferencash hoteli të gjerë. Trump u kënaq me shkëlqimin e adhurimit të tyre. Ai la të kuptojë gjithashtu me turp se mund t'i mundte demokratët për herë të tretë në 2024. Pas një pauze të shkurtër, Trump riaktivizoi rrymën e tij të qëndrueshme të emaileve për mbledhjen e fondeve për mbështetësit dhe rifilloi mbajtjen e mitingjeve të tij të ngjashme me karnavalet në natyrë. Deri atëherë, forcat ushtarake amerikane ishin tërhequr rastësisht nga Afganistani, duke çuar në rënjën e qeverisë së atij vendi të mbështetur nga SBA-ja. Çmimet e gazit dhe inflacioni po i afroheshin niveleve më të larta që nuk ishin parë në dekada. Rritja ekonomike e SBA-s, e cila ishte rikthyer nga ndërprerjet e pandemisë, u shkatrua.